Mirë mbrëma, miq dhe armiq. Mirë se rivini të premteve në orën 21 në Report TV. Do të ndajmë bashkë për 80 minuta ndjesi personazhe që pothuajse vinë në këtë studio për herë të parë. Jo vetëm pothuajse, po zakonisht vinë në këtë studio për herë të parë, të cilët ndajnë, na ftojnë dhe na tregojnë eksperiencën e tyre të veçantë, thuajse dhe hibride. I ftuar i mbrëmjesime të parë është një personazh dhe personaliteti i fushës së tij, i cili i thot gjërat sinqerisht pastër dhe bukur. Do të ndajë me mua eksperiencën e tij të viteve 90 në lidhje me ndryshimet demokratike apo jo. Kthehemi në studio me të ftuarin e parë. Mirë mbrëma miq dhe armiq, mirë se keni riardhur në këtë studio që unë e dua shumë, përveç studios dua këtë emision dhe logon që na prezanton sot. Mirë mbrëma maestro. Mirë mbrëma, mirë se gjitha. Kemi të ftuar sot Abraham Lincolnin apo Bashkim Zahajn? Në fakt nuk jam Bashkim Zahaj, është një shëmbëltyr e tia. Ati shoku tënd. Unë jam vetëm materia, pastaj mendimet janë tjera. Mirë, më pëlqen luku që e mban prej kohësh, besoj se e ke këtë luk nga fillimi i demokracisë apo pak më kur u stabilizua demokracia? Qysh në kohën e liceut. Që në kohën e liceut? Kur e keni mbaruar liceun ju? Po liceut duhet jetë mbaruar rreth viteve 72, 73, diçka e tillë. Domethënë atëherë ne sigurisht pavarësisht se ishim kaq shumë edhe të kursyer dhe të izoluar, liceu kishte një lloj lirshmërie. Për të zënë vetëm një shembull, për shembull ne i qepnim këmishat me porosi, që sot është një luks i madh, atëherë jo, atëherë ishte një gjë fare e zakonshme. Liceistët me porosi? Me porosi, sepse kishte rroba qepse që punonin në shtëpi fshehura, si pa e marrë vesh lagja sigurisht. Në shtëpi private, ti blije copën, ja çoje, merrje masat edhe ajo ta bënte këmishën si e doje ti. Sa kushtonte Bashkim? Po me çmimet e atëhershme nuk e di, më duket 2020 lekë si i binte, nuk më kujtohet diçka e tillë, po ne mbanim kursimet tona dhe e blinin copat vetë, shitja të thosh se kjo copë nuk është për këmish. Ti thoi, s'ka gale unë këtë dua, edhe bëj një këmish të gjatë me qypa, për shembull, që kam patur. Edhe kështu që ishim pak liberal, mendo atëherë, nëse kishim problem, vinim Artopalandin tek dritarja e liceut edhe o shëtinte gjithë rruga Elbasanit Mami Blu në 72-shin. Liceistët ishin komplet dhe kur kujtoj edhe në fushën e artit, ne s'kishim parë as Picasso, as art modern, por shumë nga ne vizatonin pothuajse ashtu. Perfekt. Unë më kujtohet Gazleka, për shembull, vizatimet e Gazit ishin super, ishin të jashtëzakonshme. Dhe gjithmonë e mendoj sikur ta kishim vazhduar atë lloj lirie. Arti shqiptar sot në artet figurative do kishte mjeshtra të vërtet, që do krahasoheshin njësoj me botën. Do ishin vizatime personale tuaja, të dosjeve tuaja që i mbanit në shtëpi? Jo, edhe aty, edhe në shkollë, domethënë pedagogët ishin shumë të avancuar, ishin me mendime shumë të përparuara. Naxhi Bakalli që jepte vizatimin ishte një virtuoz, ose kush bënde. Por jo se edhe nuk mund ta haje. Për shembull, unë kam shpëtuar në një rast vetëm për një shprehje që shkruajta aty te letra Picasso, piktor i madh botror, po unë e shkruajta italisht. Dhe ky ishte gabim, atë pa në drejtori i shkollës që ishte edhe sekretar partie. E grisja të letrën, kështu. Dhe unë kam dalë përpara një këshilli pedagogjik që kam shpëtuar pa u përjashtuar nga shkolla nga Sadi Kaceli dhe Naxhi Bakalli, të cilët thanë, po ky është një fëmijë, ku e njeh ky Picasso. Sa po përmendet dy emra të mëdhenj të artit shqiptar? Po, fati madh për ne. Edhe ju keni vendin tuaj atje? Fati madh për ne sepse ne vërtet, shiko, Sadi Kaceli.
E kam pa përjashtim Sadi Kacelin, po themi për ata që i kemi gjallë, profesor Gazin dhe profesor Naxhiun. Po patjetër në përshëndesim fort. Patjetër në Xhipakalli. Po ishte domethënë këta ishin ata që këta vinin nga jashtë, Gurimalli vinte që jepte atje pikturën, ose kishe skulptorin këtë Janaq Paçon, na jepte vizatim. Pra këta ishin mjeshtrat më të mëdhenj, prandaj dhe ne se nuk u bëm kot. Vim nga një... Po edhe shkolla e Vlorës është e mirë. Natyra, fryma e shkollës Vlorë. Ju keni ardhur nga Vlora, apo jo? Jo, unë jam lindur dhe rritur në Tiranë, por familja na hoqë nga Tirana në vitet 70, sepse i matë ishte jurist, me gjuhë huaja e kështu gjëra. Nuk duhet ishte ashtu. Kishte 2 shkolla, punonte në Ministrinë e Brendshme dhe kishte një kulturë edhe me gjuhët, kështu që e pa sistemi që duhet të ikte dhe ne na hoqën, na çuan në Vlorë. Unë vazhdova në Tiranë sigurisht, por më kujtove shkollën e Vlorës, sepse fryma ishte po ajo, dhe vërtet vlonjatët kishin një shkollë shumë interesante të pikturës. E pa diskutueshme. Aq sa kur erdha në akademi, shpesh një pedagog thoshte, ama ju të shkollës Vlorës, e përdonin gjithmonë këtë shprehje. Shkolla e Vlorës haje po thuj se dhëm për dhëm me Tiranën në fushën e arteve figurative. Por mos t'i përmendur si emra, sepse njihen Skënder Kamberi, Nestor Januzja Grondine e plot të tjerë. Një nga arsyet e bisedës son të sotme ka të bëjë dhe me përmbysjen me kthim ose me rikthim të sistemit në vitet 90, ku ju në atë kohë ishit në RTS, punonit. Ishit skenograf. Si u gjeti ai çast? Çfarë po ndodhte? Si ndodhi përmbysja në atë rrugën me pemë të bukura, me rap? Shiko, përpara se themi këtë, duhet të kemi parasysh një gjë, se Shqipëria çfarë është një fshat i vogël, është në thojza, se s'është në një gjërat merren vesh shumë shpejt, pavarësisht se nuk thuhen. Edhe në radio televizionin shqiptar, pavarësisht se unë vija nga një familje babaj antarpartie, pra jo i deklasuar, jo me probleme politike, absolutisht jo. Por, qysh nga Akademia e Arteve, ne e kishim gjykuar sistemin. Pra, nuk e pranonim sistemin. Jo se mendonim se ky sistem do të ndronte. Të paktën unë, s'më shkonte ndonjëherë në përmendje. S'të shkonte në mendje që do ndryshonte linja, a? Absolutisht jo. Unë njerë, mos të se janë sa që thonë, unë e mendoja që do ndryshonte. Ma the shumë bukur këtë gjë se unë i pyet shpesher njerëzit, atë shkonte në mendje që do të thonte? Kur, nuk më shkonte në mendje, biles për një shprehje që thash aty në televizion në një mbledhje kolektivi, kam rrezikuar shumë, e kupton, sepse si të thash, ne vinim nga Akademia e Arteve me mendime të ndryshme, me koncepte të ndryshme, ne i shifnim me sy se çfarë ndodhte në blok dhe jeta jonë se si ishte, ne s'kishim këpucët ishin fusnin ujë, rinim me qese orizi, me qese sheqeri, ndështillnit këmbë. Çarabet. Në një kohë që skena aty në hyrje të blogut ishte ai benzi me dyert të hapura, ajo femra me një tyl në mes të dhjetorit, me atë muzikën, me një muzikë jazz aty brenda, ne duke shku në shkollë, shiu që binde, ftohtë, me një xhaketë. Pra, të gjitha këto përbënin atë që kishin arritur një lloj fryme antisistem, po e pashfaqur. Dhe as e mendonim kur unë absolutisht nuk arria ta mendoja dot se ky sistem do të lëvizte, me thënë të drejtën. Në radio televizionin shqiptar pasaj e hasa këtë frymë, se duhet të them edhe një gjë, Elion, se gjërat po su thanë transformohen. Jo të gjithë punojësit e radio televizionit shqiptar ishin ata të përzgjedhur me miqësi, ose nga prapavia politike. Udhëheqja po ishte ashtu, drejtor, nëndrejtor, krye-inxhinier, e pa diskutueshme. Sekretar partie, nuk diskutoheshin këta. Por edhe të punonjësit e thjesht, patjetër që ishin të zgjedhur nga familje që vinin. Kurse unë rastësisht u futa në radio televizion nga një gabim juridik që bëri administrata, të cilët i matë duke qenë dhe jurist, ma kishte mësuar që shiko bashkim, tha mua, në qoftë se ata të mbajnë jashtë kontratës në punë,
në bas të nenit kaq, ligjit kaq, të detyrohen të gjejnë vendin e punës, të hapet vendi i punës. Unë isha si piktor kostumesh nëpërmjet Albert Mingës që më përzjodhi, ku kam bërë një punë jashtëzakonisht të madhe, mendoj, dhe drejtori i filmit i asaj kohe më tha mua, Bashkim, tha ty këtë muaj të mbaron kontrata, po e zgjasi çik të për t'hyrë tek se si ndodhi lëvizja. I thash unë ti do më bëj favor shumë të madh, po të mos më ripërsëritje kontratën. Gjë e zgjidhur, tha, s'kemi për ta bërë. Ata kishin parë që unë kisha një lloj talenti, afroja diçka, sepse gjatë kohës që bëja filmin unë kisha filluar të bëja edhe skenografi në radio televizioni shqiptar, skenografi të cilat u mirëpritën jashtëzakonisht shumë mirë. Dhe vërtet kështu u bë, ai nuk e ripërsëriti kontratën, mbaroi kontrata dhe mua vazhdova unë i jashtëm, pastaj nuk po më jepnin ato dietat. Edhe unë që i them, shikoj, thash, keni bërë një gabim me mua në zyrën e kuadrit. Urdhë, thaj, ju keni shkel filan ligj, filan pik, filan nen, dhe nuk keni ripërsëritur kontratën me mua dhe më takon vendi i punës. Jo bëhet, jo s'bëhet. Drejtori i përgjithshëm ishte antar i Komitetit Qendror. Mos haro që nuk mund t'i bëhet dot ballë. Atëherë unë nisi math nga Vlora, duke qenë jurist, shumë i përgatitur, bëri një takim, i tha nenin, i tha ligjin, i tha nëse nuk respektohet kjo, ne do ju hedhim në gjyq. Por mendon atë kohë, ti thoi Radio Televizionit Shqiptar edhe një antar i Komitetit Qendror që ne do ju hedhim në gjyq. Dhe gjithmonë flitej në emër të partisë, sigurisht, në emër të mësimeve të shokut të Enver etj. Kështu që u futa në punë. Ndoshin, u hap vendi i punës si skenograf. Aty u vura re pasaj të vim të mendimet tona, kishte mendime liberale nga shumë nga ne, që punonim aty. I vetmi person që më foli shumë hapur ishte një shoku jon, ai dinte frëngjisht, edhe aty në studio nga mbrapa perdeve më thot, Bashkim thot, nuk është kështu si duket sistemi. Ai ishte pothuajse mosha ime. Pse, i thash unë? Po e di kush është Stalini, më thot. Edhe ai më flet për herë të parë për Stalinin, gjë që ne nuk i kishim bërë në për librat që kishim lexuar, e kupton? Ishte ideologjizuar pozitivisht në maksimum. Patjetër, kështu që ai dinte shumë gjëra më tepër. Dhe i dyti person pasaj që më foli fare hapur edhe për Enverin dhe për sistemin, ishte një mjek personal i Enver Hoxhës. I cili nuk dua të përmend emra. Është gjallë. Jo, nuk do të përmend emra. I cili duke kaluar, duke shetitur. Duke shetitur bashkë aty në bulevard, sepse ishim edhe nga e njëjta anë, si origjinë, mori, domethënë në një moment më thot, Bashkim thot mua, Enveri nuk është ai që duket. Doli një i dytë tjetër. Dhe unë aty befasova. Po tha këtë bisedë, më tha mua mos e bë edhe me familjen, se ai njifte baban, jo, i thash unë absolutisht. Dhe aty mora ato shenjat e para, do më thëmë se deri në ato momente unë isha një njeri antagonist me sistemin për gjërat që shifja në dukje. Pra për racionet, për ushqimet, për kushtet, për këto lloj gjëra, për lirinë e fjalës, për këto. Po gjërat që ishin në rrogos, me thënë të drejtën, nuk kisha informacion. Aty pasaj në televizion sigurisht kishte njerëz të tjerë që ne i shfaqnim këto mendime dhe pasaj vjen ai momenti që marrin vesh për studentët. Shiko, një artist, duke qenë që shka liceu, kështu si thash unë nga Akademia e Arteve e tjera, dhe vjen në një televizion që ishte në një institucion që ishte shumë i rëndësishëm, me të gjitha këto të ngarkuara mbi shpinë, bjen një moment që edhe do të shfry. Për shumë, më kujtohet në një takim që u bë një analizë vjetore, ishte Mara Shajati, edhe Mara Shajati ishte antar i Komitetit Qendror, drejtori i përgjithshëm, po ishte edhe një tjetër, s'më kujtohet tash edhe ai nga Komiteti Qendror. Dhe ngrihem unë aty dhe them, nga që na e kishin sjellë në majtë hundës shoferat që iknin me shërbime, them unë,
edhe sot kur e mendoj, them, si ka mundësi. Më falje, thash, shoku Marash, mos ardh dita që të bëhemi me makina. Kur thash unë, mos ardh dita të bëhemi me makina, ra një heshtje varje në studion e madhe, i gjithë kolektivis nuk nxori njeri zë. Kjo mua më doli nga shpirti, jo se unë mendoja se do vinë në një ditë që ne të ishim me makina, as më shkonte në përmend. Unë e thash këtë në kuptimin që kaq shumë jemi lodh me shoferat, edhe kaq shumë na mundojnë sa mos ardh dita të jemi vetë shofer. Aty mori shumë për ters, aty u çonja dy individ, edhe thanë, ja ku e kemi armikun e klasës, e kemi këtu brenda. Gati e kemi bajonetën. Pastaj filloi zhurma, por si gjithmonë, patjetër, kolegët... Në 90-ën jemi bashkim, ë? Po, kolegët, do në s'kishte hyrë në 90-a, ishe mund të ketë qenë një vit para, 2 vit para, diçka e tillë, u ngrit Bert Minga, patjetër, më tha, mos flisni kështu për bashkimin, tha, se një fjalë fare, nuk është e vërtet, tha, bashkimi, thash, njeriu jonë, patjetër, u çuan sa njerëz të tjerë kështu. Kështu që e gjithë kjo tash i vim kur plasit tek studentët. Pra unë, si me thënë, kjo gjë më njëherë më nxori në rrugë. Më nxori në rrugë edhe për një arsye se gjithmonë kam menduar, duke qenë edhe student i mirë në shkencat politike, kam qenë jashtëzakonisht student shumë i mirë, filozofi, estetike, këto. Mendoja që çdo lloj lëvizje, dhe në qoftë se kjo lëvizje është e vërtetë, thoya unë, se akoma s'kisha ato kontaktet e para, duhen patjetër njerëz që vinë nga institucionet qendrore, në mbështetje të tyre, për të mos qenë ata vetëm. Kjo ishte, si më thënë, ajo që më nxori në rrugë. Pra, të jem përkrah tyre për ato që po kërkojnë. Që unë kujtoja konvitin pa energji elektrike, pa ujë të ngrohtë, me dyshekët sop, pa batanie. Pra, e gjithë kjo ishte ajo që më çoi për të ndruar sistemin, as më shkonte në mendje fare. Absolutisht jo. Dhe edhe pak si tip sanguin që isha, marrë vesh që studentët po zbrisnin dhe vetën në mbasdite në punë, pikërisht për t'u bashkuar në një farë mënyra. Nuk e di çfarë data ka qenë, me thënë të drejtën, po duhet të ketë qenë zbritja e parë e studentëve që tek rruga e Elbasanit. Fletyra jonë e radio televizionit shqiptar ishte një karta biank që ti shkoje kudo me atë, nuk të hapeshin të gjitha dyert. Ishte blinduar komplet radio televizioni deri te ambasada, deri te rruga e Elbasanit. Kishte rënë dhe mbrëmja, ishte natë, dëgjoheshin zhurmë nga qyteti studentit, edhe unë me atë kartë vizitën, me atë fletyrjen, i kalova këto postbloqet, punoj se televizionin, nxirri atë, dhe kalova dhe vajta deri afër te rruga e Elbasanit. Në kratë ka qenë muzeu Lenin Stalin. Rezidenca italiane. Përballë me liceun. Rezidenca italiane. Rezidenca. Aty në krah ka pasur një fushë, po ajo ka qenë e ngritur nga toka. Kur shoh aty sipër fushës, domethënë aty jam shtangur se nuk ma merrte mendja. Forcat të jashtëzakonshme të gardës, civil, ushtar, çfarë s'kishte aty, por ajo që më bëri përshtypje ishte se ata mbanin në duar gur. Dhe menjëherë thash, këtu do bëhet kasapan kur të vinë studentët. Dhe dalë për të kaluar te rruga e dytë e ambasadave që të bashkohesha me studentët, edhe në një farë mënyrë ta thoja këtë gjë. Nuk arrita dot, sepse tashmë studentët kishin zbritur pothuajse tek ambasada amerikane një çik më poshtë dhe unë nuk riktheva po prapë te vendi im. Kur kthehem aty, çfarë të shoh? Aty domethënë kanë ndodhur batordia. Ata qellonin vazhdimisht me gur, unë nuk e di ku i kishin ai shumë gur. Ku i grumulluan dhe ku i gjetën.
Do më thënë, ishte re gurës që binin mbi studentët, mbi studentët, mbi atë... Aty ishte dhe Azem Hajdari në atë çast, në atë nisje, në atë fillim. Duhet të këtë qenë, sepse në ato momente unë nuk kam patur në kontakt kështu të drejt për drejt. E nesërmja ishte pasaj që mua më çoi tek studentët, edhe në vazhdim. Sepse ishim disa nga radio televizioni shqiptar, disa artistë që u mblodhëm, erdhën nga kino studio, erdhën nga teatri, nga opera, nga Akademia Arte, pra u bëm shumë figura që merreshin me artin, dhe biles ma kujton dhe është një gazetare në një media, ka qenë student atëre, më thoshte, nuk e mban mend bashkim, ke qenë në filan vende për herë të parë, kam dëgjuar nga ty që edhe radio televizioni neve na mbështeste, këto ishin fjalë që thoja unë për t'i dhënë zëmër, se radio televizioni ishte i ndarë, nuk ishte se mbështeste radio televizioni të gjithë. Si thoshe kino studio? Absolutisht jo, por kjo ishte një lloj fryme për të thënë atyre, për të patur guxim, për të mos patur frikë etj. Dhe sigurisht kam qenë shumë aktiv në foljet e mia, në të gjitha daljet në publik, por që nuk ekzistojnë. Nuk janë regjistruar diku, ë? Ato janë regjistruar, po janë zhdukur. Janë zhdukur sepse ato nuk janë nuk janë as në arkivin e Radio Televizionit Shqiptar. Ka patur shumë xhirime edhe nga Radio Televizionit Shqiptar. I ke parë më pas? Po. Kanë qenë. Edhe mirë, po ato nuk e di se si ato u zhdukën dhe kanë ngel vetëm ato që dim të Agim Buxhelit. Ato që dim të Agim Buxhelit dhe disa personazhe që janë sot pjesë e jetës publike politike. Po, çuditërisht, për shembull, mund të them, është një foto që ka ngel për shembull tek stadiumi Qemal Stafa, që është një foto e Edi Ramës, edhe nga pas është Recep Alia, skenograf i Radio Televizionit Shqiptar. Po, e di. Dhe fare ngjitur, do të thënë një çik pak më lart, jam unë. Ashtu, ë? Po. Është kryeministri me flokë të zeza, me një këmish me... Që flet aty, që flet aty. Po, nuk e di ka folë për para me, apo ka folë pas me, sepse aty ka folë edhe ky shoku im, nuk jeton më, Recep Alia, skenograf shumë i mirë. Pra ka folë Recepi, unë, Edi dhe ca të tjerë. Por është vetëm ajo foto. Fotot e tjera nuk janë, mungojnë, xhirime jo s'ka, por... Sepse, shiko, është si puzzle që duke vendosur ato elementet, ne kuptojmë figurën. Unë sot e kuptoj komplet, se që ka ndodhur dhe është fare e qartë, sepse nuk mungojnë vetëm ato xhirime. Edhe xhirime të tjera të këtij aktiviteti. Mungojnë edhe xhirime kur u sulmua Radio Televizioni, kur unë me Ëngjëll Ndocajn kemi dalë për para tangut dhe kemi ndaluar tankun. Mungojnë, janë mshirë, janë zhdukur, nuk ekzistojnë më... Tankun kush i kishte marrë? E kishte marrë, mban mend kur me vrasjen e Azem Hajdarit të nesërmen që erdhen, që ju drejtuan Radio Televizionin Shqiptar. Që dojnë ta merrnin edhe... Po, mungojnë xhirimet kur Neritan Cega del përpara demonstruesve për t'i mbajtur. Po për para këti episodi është episod tjetër shumë herë më i rëndësishëm. Ne 2-3 veta nga Radio Televizionit Shqiptar morëm mikrobuzin me qendërzëri. Drejtori që ishte i asaj kohe na e lejoi. Dhe sepse ne pam atë që nuk shifte turma. Pra nga ura e Lanës edhe Matan, ne arritëm të shikonim se çfarë po ndodhte, sepse Radio Televizioni ishte aty brenda. Dhe pam forcat të jashtëzakonshme të të ushtrisë, të armatosur, me të gjitha armatime, të vendosur në pozicion luftimi, do të thënë nuk janë vetëm ato që ne kemi parë në një foto, nuk e ditë sa ushtar aty që janë aty të piramida, para piramidës, atë po mendoja. Foto si ngjyrë verdh gati me... Po jo, nuk janë aq, është një ushtri e tëra nga mrapa. Dhe duke parë këtë gjendje, me gjitha të drejtorin e kohës, ne thamë që aty do ketë patjetër një gjallë, do bëhet një kasapan. Prandaj, ajo që ne mund të ofrojmë është të marrim një qendërzëri me mikrobuzin tonë dhe të dalim anës lanës, se këte nuk dilim dot,
dhe dolëm anës në anës, se ishin të dy anët e lanës ishin me 2 kalime, dhe autobusi ka qëndruar, do më thënë, i kishim në shpinë tashmë ushtarët. Pra, dolëm përpara. Dhe aty kanë folur shumë veta me atë artobalandin tonë, atë qendrën e Zërit, që po vinte turma që ishte duke ardhur. Kanë folur jashtëzakonisht disa persona, të cilët më vonë sigurisht dhe ata u përjashtuan dhe u larguan nga PD-ja, siç e di dhe ti, ajo lista i gjatë me ata të përjashtuarit ose me formimin e partive të tjera. Edhe ju jeni një firmëtar i ditëve të para të PD-s? Po, sepse, siç e kam thënë diku, shiko, grupimet të tilla, jo vetëm te ne, po kudo, kanë një segment që janë ata që kanë iluzione, ata që mendojnë që janë idealist. Pastaj është një grup tjetër që ngjitet janë anarkistët. Te anarkistët hynë lloj elementi. Pastaj vjen një grup tjetër që është shumë interesant. Në çdo shtet ka qenë, në çdo lëvizje ka qenë që është kolona 5. Ti e di pse ka ngel emri kolona 5, është term shumë i vjetër, më duket nga lufta civile e Spanjës, ku 4 kolonat kryesore ishin ushtria, zbulimi, po duhej edhe një kolonë e 5 që pra ishin ata njerëzit e fshet që duhet punonin dhe të manipulonin gjithë lëvizjen. Unë kam shkuar deri te anarkistët, më pas. Kështu që të treja këto grupime ishte lëvizja e nëntorit. Të treja këto grupime. Unë hy tek idealistët. Unë mendova se vërtet ne tashmë do shkëputeshim nga ky sistem, do krijoj një sistem tjetër, ashtu siç ishte në Europë, me meritokraci, me aktivitete, me lirinë e fjalës, lirinë e mendimit, lirinë e shprehjes. Por ishin iluzione dhe janë akoma dhe ngelen po prapë iluzione. Siç ta thashte në fillim, tashmë gjërat janë shumë të qarta, nuk kam asnjë lloj dyshimi se çfarë ndodhi. Vlera e vetme që ngelet e pacënueshme është lëvizja e studentëve. Pra, nëse do ta shkëputnim, ajo është një lëvizje e virgjër në fillimet e veta, sigurisht, por pastaj sigurisht u rrëmbye, u përdor në të gjitha llojet e mënyrave, si një fshat i vogël që jemi, ne i marrim vesh shumë kollaj gjërat e njëri tjetrit, vetëm që nuk i themi. Ne dim çfarë bën komshia, sepse ne jemi të lidhur, daja jot ka marrë nuse xhaxheshën time, fëmijët e tu, me djalin e dajës, me çunën e hallës, me gocën e tezës. Pra, ne jemi kaq të lidhur sa kushdo që mendon që nuk dihen gjërat e ka gabim. Gjërat dihen. Dihen kush e mori Floririn, dihet pse u bën 97-a, dihen piramida, dihen që të gjitha të gjërat dihen. Por që këto të dalin në skenë, që këto të thuhen, unë mendoj që nga ne këtu brenda s'kam për të thënë asnjëherë. Nga vetë egot, nga vetë lufta politike, nga vetë agjenturat që punojnë këtu te ne, këto s'kam për të thënë. Këto do dalin atëherë kur do dekonspirohet sekreti. Pra që mbas një 70-100 vitesh të tjera, kur agjencitë e huaja të zbulimeve do hapin letrat. Atëherë një për të mbesa tanë, atëherë do marrin vesh se çfarë ishte, se çfarë ndodhi në Shqipëri. Sepse nuk ka mundësi demonstruesit as të shkatrojnë uzinën e traktorave, as rafinerinë e naftës, as metalurgjikun, as kombinatin e tekstileve, nuk as i hynë në punë dhe as i duhet. Po janë organizime të tjera. As ta privatizojnë ashtu siç duhet. Po fare. Në gjithë të lëmin e madh të kësaj situate, edhe në radio televizionin shqiptar, edhe në protesta, ka pasur infiltrime sigurimi?
Patjetër, shiko, infiltrimet kanë qenë gjatë gjithë kohës, sepse duhet të ndajmë dy gjëra, biles dhe kur e dëgjoj shpesh, jo ka qenë i sigurimit, jo s'ka qenë i sigurimit. Duhet ndarë. Unë kam qenë i sigurimit. I sigurimit, punonjës i sigurimit, ishte punonjës i sigurimit, që punonte në sigurimin e shtetit, merrte rrogën, shkonte në orën 8, ditë në orën 3. Informatorët kanë qenë të tjerë. Pra, informator me kontrat, me firmosja, pra ti do punosh, ti do jesh agendi i fshet, pra jo në institucion, ti do punosh hidraulik, jesh shkrimtar, apo qaj, por je i atashuar me numër filan, me pseudonimin ka, e do japësh informacion njërë një javë dhe. Sigurisht, në këtë qasje që bënë në sigurimin shtetit, jo të gjithë ishin vullnetar e apasionuar për të shkuar atje. Po sigurimi shtetit edhe zgjithe. Pra, e zgjithe edhe njerëz në vështirësi, njerëz edhe me ndonjë cen për interesa që i afron dhe sigurimi shtetit, që shihon, nëse ti bën këtë punë, ne do të bëjmë këtë, do të sigurojmë, do të sjellim nga Libofsha, do të sjellim në Tiranë, Moski Merak, etj. Pra, kështu kanë qenë. Dhe Radio Televizioni Shqiptar, patjetër nga një institucionet më të rëndësishme, ka patur. Ka patur nga ata që ne i njihnim nën punësa të sigurimit të shtetit, të njohur, e dinin që të gjithë, ai vinte një herë në javë, futej në Radio Televizioni Shqiptar, futej në përvendet që ne i dinim ku ishin, me këtë takoheshin, edhe ikte, i deklaruar. Kurse këta të tjerët sigurisht ishin të pa deklaruar. Kur krijua sindikata, ruheshim ne nga ata që dyshonim, ne i ruheshim shumë kësaj çështje. Kur krijua sindikata e pavarur, pastaj Radio Televizioni Shqiptar, edhe aty unë kam qenë një nga figurat kryesore, Alfred Kanini ishte kryetar sindikate, unë isha sekretari sindikatës. Dhe pastaj kishim shtabin ton. Befasohemi në një mbledhje sindikate që bëjmë në Radio Televizioni Shqiptar, qohet një kolegu jon dhe vetë dekonspirohet. Atje jemi befasuar, sepse do me thënë aje tha vetë, e pranoj vetë, edhe u largua nga Radio Televizioni Shqiptar. Unë tha, bashkëpunëtor, informator, nga ky vit, deri në këtë vit, por, ju siguroj për një gjë, tha, nuk i kam bërë dëm askujt. Dhe u largua nga mbledhja dhe iku dhe serdi më në... Por, që kishte të fshehur, patjetër, që vazhduan në Radio Televizionin Shqiptar, dhe jo vetëm në Radio Televizionin Shqiptar, por edhe në organizmin që u krijua, edhe të partit që u krijuan, sigurimi ishte prezent. Unë këto i kam jetuar vetë dhe s'ka nevojë të mi provoj njëri, se i kam të provuara. Pra, kur unë ty të jap një letër dhe them këtë letrën, çoja Sokolit, dhe kur e pyes Sokolin, atë dha filani një letër, dhe ai thotë jo, do me thënë, biles është e kundërta, do s'ke që atë provon më tepër. Zahaj, faleminderit. Është kënaqësi ta risjellim. Ne në këtë emision merremi me periudhat ndryshme, po kjo pjesa e viteve 90 është pak e zbehtë. Edhe të gjithë ata që i kanë jetuar ato ditë, ato kohë, i kanë kujtimet e tyre, duken, po ka një lloj kështu amullie, ka një lloj ajke. Dyshoj që do ngelet edhe për shumë kohë. Edhe për shumë kohë. Dyshoj që do ngelet edhe për shumë kohë. Dyshoj që do ngelet. Ka gjëra që nuk kanë dalë, edhe besoj që nuk do të dalin. Mendoj që... Ka dhe filmime, ka dhe marrje... Mendoj që ju që jeni më të rinj, ose ata që do vinë mbas jush fëmijët tuaj, mendoj që do t'i marrin shumë të sakta nga 2 gjitonët tonë, nga shërbimet sekrete jugoslave dhe ato greke. Dakord. Ecim pra. Faleminderit për bisedën, është shumë kënaqësi. Do të kthehemi pas pak me diçka tjetër që unë si zakonisht e përgatis jashtë kësaj studie dhe quhet Amarcord. Do të shkojmë atje ku ju nuk keni qenë as me mendime, as me kamera. Kthehemi pas pak.
Çfarë funksioni kanë pasur këto ndërtesa që janë braktisur sot? Këtu kanë qenë të instaluara furrat e pjekjes së mineralit. Minerali si që vinte nga guri kuq ose prejësi, depozitohej në magazinën e madhe, që ishte objekti 101, pastaj kalonte, ky ka qenë objekti 102. Po the pak më përpara që ke hipur te kjo xhaku prej betoni. Si ishte historia? Ishte kongresi i rinisë i 1977. 77. Pse? U bë kongresi i rinisë këtu që erdhi Enver Hoxha. Mirë po duheshin që të vendosë flamujt tonë në majtë të xhakut. I shoh ca shtiza aty sipër, po? Rrezik edhe ato. Rreziken ato, po? E u vendosën në masgapon, o 3 o 6. Flamuj. Dhe ju deri ku hypët? Unë hypa deri në 60 metra. Pastaj? Kurse ishin 2 djemë të rinë çafka që hypën deri në majtë. Me shkallë nga jashtë? Me shkallë nga jashtë. Ky është xhaku më i lartë mjeshtër në Republikë 120 metra i lartë. 120 metra? 120 metra. Ç'është ky ambient kaq i kuq? Kryesisht këtu ka pas qenë dispečeria përgjithshme. Por është modifikuar dhe salla e pritjes ka dalë këtu. Salla e pritjes nuk ka qenë këtu. Po koltuqet janë origjinale, a? Koltuqet janë origjinale, të gjitha orinditja. Edhe qilimet e bukura? Me tavolinë dhe varset. Edhe varsja e saj kohë. Dhe varsja që është prodhuar në uzinë mekanike. Që ka moderne më? Edhe me rrota. Edhe me rrota. Edhe ky maketi, kjo legjenda? Maketi është përgatitur nga Instituti Metallurgjisë. Këto janë 30 repartet dhe magazinat e gjithë kombinatit metallurgjik. Ku ishim në fillim? Ky është xhaku. Këtu ishim në fillim. Ky është xhaku ku hypet ti. Ja dhe kjo që është prishur sot. Kurse janë këto që janë prishur. Janë këto që janë prishur, se janë afër. A kupton? Kurse këtu është teci. Po, qartë. Këtu është teci. Atëherë lexojmë me pak vëmendje. Me thuaj. Çfarë kishte i gjithë metallurgjiku? Reparti i korrezimit dhe aglomerimit. I aglomerimit. Ka qenë një moment depo e hapur e qymyrëve për konfiskim. Nishi. Bateritë e konfiskimit, pastrimi i gazave të konfiskimit, furrat e larta numër 1, numër 2, reparti i gëlqerës dhe tullave dolomitike, reparti i kaldajave dhe kompresorëve të ajrit, fabrika e oksigjenit, çfarë numri është? Reparti i shkrirjes së çelikut, reparti i farkëtimit, reparti i saldimit dhe i përqinimit, reparti termik, reparti mekanik, zona administrative, në stacionin numër 1, reparti i remontit elektrik, reparti i derdhjes së gizës, reparti i derdhjes së çelikut, reparti i petëzimit të im të ekzistues, reparti i katankës, reparti i petëzimit mesëm, i petëzimit të Marinës në të ftohtë. Ato ishin parashiku. Janë në hapësirë. I petëzimit të Marinës në të nxehtë, në stacionin numër 2, reparti i terjave të çelikut, i tubave pa tegel, i tubave me tegel të drejtë dhe tegel spiral, i prodhimeve prej karboni, sektori transportit, dhe magazinat qendrore. Hajde, kombinat, qytet, sa kishte ky, sa punëtor punonin këtu? 12.500 punëtor. 12.500 punëtor. Sa prej tyre ishin me prafërsi gra? Sa përqind? 85%. Aq është përgjithsisht në të gjitha gra. Kur e nisi punën e vet? Shiko, fillimisht ka fillu kjo e pezimit timët, ku landa e parë vinte nga Kina. Vinte nga Kina? Nga Kina. Pra ne s'kishim lëndë të parë. Ne s'kishim lëndë të parë. U detyruam ta krijonim që të... Pastaj, e gjithë kjo, në një sipërfaqe rreth 20% të kësajt, u ndërtua në miniaturë në Kinë, e cila punonte me mineralin ton dhe nxjerrte konkluzionet.
Do me thënë ishte edhe një lloj eksperimenti, se... Po, patjetër, edhe kinezët kishin interes për këtë. Qartë. Ashtu. Kurse tani kinezët marrin mineralin tonë. Ishte efektiv i gjithë ky kombinat? Vetëm kjo e hante. Furnalta. Kush e hante? Kjo e fuqja? Furnalta. Aty. Pse e hante Furnalta? Aty harxhoi rreth 35 deri në 40 milion dollar në vit importi i qymyreve. Ato që shkoshin tek uzina e koksit. Urdhë. Po qymyret tona nuk ishin të pasura? Ja, pak fare futeshin nga memalje që kishe afërsisht 2800 kilokalori për kilogram. Qa merrnim ne kryesisht nga jashtë për të mbajtur kombinatin tonë metallurgjik? Qymyrët vetëm. Vetëm qymyrët? Vetëm qymyrët. Qymyrët për t'i dhënë energji kombinatit? Qymyrët për të shkrirë mineralin. Që do bëhet edhe kjo e kuqja ku te pesa? Po, ashtu këtu në fund fare dilte koncentrati i hekurit dhe kripa dyfishe e nikelit dhe e kobaltit. Kripa dyfishe e nikelit dhe kobaltit shkonte në dampën e paprit, kurse kjo shkonte në... Çfarë ka prodhuar kombinati kryesisht ndër vite? Ka prodhu makinerin nga më të ndryshmet. Po të tregoj vetëm një kuriozitet. Në 82-shi shpërthau fontana e Cakranit. Erdhi nga Instituti 6 i ushtërisë. Ky është treni që dëgjojmë kështu? Kalon treni, kalon nga Elbasani, po. Në Instituti 6 i ushtërisë na erdhi një mbyllës hidraulik 28 ton, i cili me 3 seksione mbyllej, 1 të tretën, 2 të tretën, 100%. Çfarë dilte kryesisht nga kombinati? Më trego pak me detaje. Qa dilte? Makineri të ndryshme. Metale, do më thënë që bëheshin makineri. Makineri të ndryshme të cilët prodhoshin nga detale nga qeliku dhe giza. Sepse ne kishim fonderin e gizës dhe fonderin e qeliku. Tjetër? Të cilët modelet ishte një repart i veçantë marangozës që përgatisin modelet e detaleve. Ka qenë shumë. Tjetër, qa ka prodhuar metallurgjiku? Penzimin e profileve të ndryshme, duke fillu nga periodiku për beton, ele për konstruksione, deri shina Degovili. Edhe Degovili. Po metalet me ngjyrë? Metalet me ngjyra s'kishte këtu. S'kishte? S'kishte. Ishte në dyshim dhe në dilemë për pirometallurgji ose elektrometallurgji. Pirometallurgjia ishte me shkrirje të mineralit të hekurit nga qymyri, kurse elektrometallurgjia, siç është ferrokromi ose ferronikeli, është me shkrirje me anë të rrymës elektrike. Mirë, në këtë kohë kinezët nuk e kishin këtë teknologji. Dhe Enver Hoxha thoshe, ato s'dun të na japin. Dhe kjo ishte arsye që ka shku 3 delegacione në Kinë për të nënshkruar këtë kontrakt, dhe kur është nënshkruar për herën e tretë, në darkën e asaj nate, Quan Lai që ka qenë numër 2-shi i Kinës, i ka marrë për darkë një person nga ambasada jonë, për darkë, të cilët i ka thënë, ju në Shqipëri keni një fjalë që ndërtimi i kombinatit metallurgjik është çlirimi i dytë i Shqipërisë. Po, dijeni që sot keni firmosur pushimin e Shqipërisë. Sepse ju nuk do ta përballoni këtë. Dhe ky ishte elementi bazë i cili ne na nxjerrte i rentabël. Kujt ja tha Quan Lai këtë gjë? Quan Lai këtë fjalë ja tha ish atasheut ushtarak të Shqipërisë në Kinë. Të Shqipërisë në Kinë, një zoti burr Avni Hakani. Ai ta ka thënë ty? Ai më ka thënë. E bukur shumë. Personalisht.
sa i Shive. mund që ka hajde. Shive, këtu e gjithë uzina mekanike janë të drejt këtu. Hasin drejt këtu. Ku uleshe më shpesh ti? Këtu ishte banaku, Po? këtu ishte banaku, dhe e gjithë ishte aty, kurse brenda Ishte kuzhina. Që ka e madhe, që ka e madhe. Gjak, Po, dëgjoj. Po. Si puna kësaj, po? ishin një 6-7 të tjera. Të tjera. Të tjera. Çfarë reparti ka qenë ky inxhinier? Ky është reparti, ka qenë reparti i derdhjes Gizës. Tu përgatiteshin E hapi, po? nëpërmjet modeleve, Po? përgatiteshin kallëpet për derdhjen e detaleve të ndryshme të Gizës. Këtu janë prodhu korona nga ma të ndryshme, me diametër deri në 5 metra. Janë prodhu trupe, korpuse të makinerive të ndryshme. Kam pas kalu gjithë linjat e tensionit. Këtu poshtë? Po. Çdo gjë ishte nën toksore. Çdo gjë nën toksore? Çdo gjë nën toksore. Dhe kanalizimet dhe instalimet e elektrike. Qyteti i madh. Ja dhe këtu. Janë marrë të gjitha kablat edhe janë shitur. Gjaku ka shumë inxhinier. Bukur pastër si çokoladë duhet të hash. Inxhinier, nuk të vjen keq për gjithë të punë të lënë në këtë mënyrë të hedhur, të shkatruar, të marrë edhe tullat përveç se hekurit që u shkri për skrap edhe shkoj për arsye tjera. Kur marr dhe kthej kokën mbrapa më vjen aq keq se s'bëj. Por ama dhe duke e ditur perspektivën e kësaj pune kur e pash që në 91-shin, kur parash, dhe unë mora rrugët e Kurbetit, çfarëdo që ndodhte, unë e parashikoja. Çfarë punoi një inxhinier si ju në Kurbet? Duke filluar nga punëtor transporti deri në hidraulik. Deri në hidraulik. Në Greqi? Greqi. Sa vite keni punuar? 2 vjet. 2 vjet, ë? 2 vjet. Edhe një pyetje shumë të thjeshtë. Kur filloi prishja e kombinatit? Kur e mori atë guackën e shkatrimit? Guaskën e shkatrimit 97. 97 ja dha. 97 bëri goditën kryesore. Kur filluan të shiteshin pajiset e para? Po, kur filloi, ka filluar që në 95-96, të cilat merreshin dhe qoheshin në Maltësi. Në Maltëzi? Në Maltëzi. Si të shkonde i gjithë hekuri? Torno komplet. Torno komplet? Torno komplet. Që mund ishte rregull? E rregull, direkt, komplet nga ajo. Po mirë, nuk ishte zot kjo tornoja, nuk ishte një shtet? Nuk ishte një bashki që ruante një ministri me ushtar, me policë? Nuk e di. S'di që.
Sepse kam pas një njeri unë tim që ishte shofer, që dhe thoshte, dje kam shku, kam qu një trapëve. Mas 2 ditësh, kam qu një pompë nafte, nga ato pompat e thellësisë naftës, 2 vjetë. Cili është elementi më i veçantë që ka prodhuar kombinati metalurgjik? Element veçantë ka prodhu furrën e ferrokromit, e cila është e veçantë. Furrën e ferrokromit. Ka prodhu mbyllësat hidraulik të fontanës, të cilët ka qenë 24 modeli ka ardhur nga Texas. Esenca Arkive është kjo rubrik tjetër mes këtij 8 minutëshi të plot, dhe më vjen mirë që e theksoj ndonjëherë sepse duhen thënë gjërat edhe në bazë të fuqisë së ditëve tona. Në ditët tona është pak e vështirë të gjesh personazhe që flasin nga e shkuara, po që janë ende gjallë, edhe ne të kësaj fushe e dim se çfarë heqim për të gjetur njerëz të mirë dhe të sinqertë, sidomos nga ata që duan të dalin dhe të thonë ende gjërat në ekran. Shkojmë me Esenca Arkiv dhe kthehemi për ditar nga e kaluara. Më thuaj pak, sa vite keni punuar mashinist? Unë me lokomotiv vetëm kam punuar 26 vite. Wow, shumë. Me ato çeket? Me çeket, nuk diskutohet, që nga viti 1983 deri në vitin 2009, çdo mashinist që del, po qoftë edhe nimës, që është para përgatitje për mashinist, e ka të fiksuar që do përballet me rrezikun, rrezik. me humbje Është jetësh. e papërcaktuar me një fjalë të punosh në atë sektor dhe të mos përballesh me një fjalë me atë. Por njëkohësisht me një fjalë kupton, përpara se të bëhesh mashinist, neve nëse sot një shofer del me 1 muaj kurs, neve bënim vetëm 1 muaj të kryqëkuq për të shpëtuar jetë. Si do mbajsh koka, si do mbrohesh kolona, si do t'jepesh ndihmë parë, si do të nxirret gjuha, si do të bëhet frymëmarrja, të gjitha gjërat ne i kishim ashtu. Dhe ishim të përgatitur që nga momenti në moment të na ndodhin aksidente të tilla. Ato filluan që kur unë isha për shembull edhe nimës, por edhe kur u bëra mashinist, u përballa vetë tashtimi fjalë si i parë në raste të tilla. Sa aksidente të kanë ndodhur? Shikoj. Jo vetëm mua, por të gjithë mashinistët që janë të profilizuar në sektorin e tillë, kanë me 10 aksidente. Unë të paktën mund të kem rreth 17 aksidente me vdekje të mbyllura me prokurori, sepse neve kemi një procedurë që duhet që prokuroria ta ndujë çështjen. Është një procedurë pune sepse mund të jetë aksident me dashje e personit, mund të jetë fatkeqësi e personit, mund të jetë edhe viktima të hedhura, se në ka ndodhur me viktima, me fjalë do të vesh se s'bën të thrasin dhe mbyllin procedebalet. Po jo se mban përgjegjësi mashinisti në të tilla raste, sepse është i pafuqishëm, asnjë nuk do që ta bëj vetë, është e pamundur të shpëtoj. Se mund të them të bëj një krahasim, fjala vjen si një makinë aku, që të ikën nga drejtimi edhe pa ndezur, edhe pa ashtu dhe merr rrugën si ta shofi krahut ashtu. Në lokomotiv nuk s'mund të ikësh ande, jem midis 2 shinave, do ikësh drejt për drejt, do t'i biesh ndash autobusit. Ka ndodhur edhe me autobusa në Shkozet. Ashtu, Autobus, po Demokraci, makina pa e sa. demokraci. Jo, kjo ka ndodhur në Konterverit. Po për fakt të njënit apo të tjetrit, mi fjalë kupton ka ndodhur, se në demokraci pastaj ka qenur masiviteti i madh i aksidenteve. Absolutisht, nëse Malizi për shembull kupton se duhet vite aksidenti i parë, po të bëj një paralelizëm, ne shkonin Maltëzi dhe pa dashje shtypi Milop,
Në Malzi? Në Malzi. Malazeze Lopa. Ne u munduam që të meni masat tona, ai kryetari trenit që kishim, nësa të thotë jo, mos e uni shpejtësinë, vazhdoni, sepse ishim mësuar në Shqipëri që të frenonim sa heri që të ndodhin para aksidenteve. Dhe kur u kthyem të nesme, ne gjejmë prapë lopën aty në shina. Dhe pyesim, po si ka mundësi që se marrin? Sepse nuk duan të deklarojnë që janë përgjegjës lopës, sepse mba përgjegjësi do biten nga shteti. E ngeli lopa aty. Te ne ndodhte ndryshe. Tek neve do të na gjurmonin se kush ishim, nga ishim, pse e shtypëm. Pa kuptuar për shembull që jemi pa fuqishëm. Po te ne edhe pleu i lopës ishte i shenjtë. Ndërsa që domethënë që jo se u forcua zëmra, po që u përballami fjalë me atë ka qenë një rast, vija me një tren malli në ato vite. Ky është rasti i parë. Rasti i parë, ishte rreth vitit 85. Një shtëpi anës e Kurruzës, si duket, kishin një fëmijë të vogël, ai ishte afruar afër trenit për ta përshëndetur, se kur kalonte treni, me sa duket ai përshëndeste nga larg. U kishte ikur prindërve dhe mundua të na përshëndeste. Sa vjeç ishte? Po rreth 2 vjeç mund të ketë qenë, shumë i vogël, ai sa shtylla e betonit që kemi në anë shtylla me fat kilometrazh, shumë i vogël, paralel me atë. Në çfarë vendi Stefanaj? Kjo ka ndodhur në pjesën veriore, mi fjalë, nga Laçi. Dhe unë e shoh i bie sirenës, pres nga momenti në moment që të largohesh, ishte e pamundur. Ai s'reflektonte. Ai vazhdonte para me dorë, sepse ai imagjinoi bota një fëmijë që e di lodër, as ka konceptin me fjala kupton e jetës. Dhe neve si mashinista marrim masat për të frenuar, është një lloj frenimi rapid që e çon deri në fund rubinetin që e themi ne mashinist dhe pastaj s'bën as veprim, vetëm rri e pret kur të përplasesh. Pra ajo është në stop gjithkohës, vetëm thjesht në shket. Absolutisht, rri aty dhe s'mund të bësh dot, sepse jo që se devion dot, po s'mund të frenosh dot sepse shina me shinën e shtyr më tepër lëvizjen e trenit. Dhe lutemi Zotit, jemi gjithmonë me zemër në dorë, duke menduar që inshallah do shpëtoj ajo e rastit. Ky fëmija për momentin, mi fjala kupton, nuk u largua dhe ndeti aty dhe shkalla lokomotivës e godet. Çfarë është shkalla lokomotivës? Shkalla lokomotivës është pjesa ngjitse që ne hypim, se lokomotiva është shumë e lartë. Po, e kam parasysh. Ka dimensione të mëdha. Po, që është si kështu. Absolutisht, ka një 4 shkallë që mund të ngjitesh deri sipër, sepse ne dukemi kështu, po përpara lokomotivës shumë vegël. Kaq afër ishte. Ai ishte, domethënë, pa aq i lartë, se dhe shkalla kaq e vogël është, ai kaq mund të ishte. E kapi në kokë, kaq e vura re me fjalë dhe e fluturoi me fjalë në disa shkurre. Imagjinoje se si mund të ndihesh përpara një... Nuk ka qenë faj jot. E pavarësisht, megjithatë ndaloj, shkoj deri atje sa treni ndalon, edhe iki me vrap, po ishte nga vendi i ngjarjes mund të ishte rreth 70 metra me fjalë pjesa që treni ndalon më mbrapa. Shkoj, shoh që pa afroheshin familjar, po pa ditur çfarë po ndodhte, se nuk e dinin me fjalë, se shkurët ishin po aq sa fëmijë. Dhe fëmia ishte ashtu po unë duke fiksuar dhe një shtyll betonit të vogël, e fiksova se ku ishte dhe arrita gjej fëmijën. Ai mashallah një fëmijë bardhosh me një kanatiere tip vere ishte me fjalë i bardhë si dhe shtylla e kontrollit që i themin e të lyra me gëqere. Fëmija nuk reagonte. Më duhet ta shkundja, më duhet t'i bëja me fjalë kupton aq sa munda për momentin, por ai as gjak nuk ishte dhe as frym nuk merrte. Por duke tundur pak a shumë i fjalë se kaq mund të bëja se ishte shumë i vogël dhe nuk e dija ç'pjesë të trupit kishte të dëmtuar, sepse nuk arrija të kuptoja se nuk reagonte, thoshte për shembull më këmbë, dhe ne nuk duhet të vepronim për të bërë ndonjë ashtu. Fati i madh që fëmia më fjalë vetëm duke tundur shumë i fjalë si një foshnjë, belbëzoi, po zuri qau dhe filloi të dalë gjak nga koka. Te pjesa ballore ku atë kishte kap shkalla, filloi të dalë gjak dhe filloi të qajë. Tronditja pra pas. Patjetër, po për mua kjo ishte sinjali i parë që fëmia shpëtoi. Pra nuk është se gjuha që ishte futur brenda me fjalë ashtu, po arriti të dali. Arritën familjarët, e morën në një makinë, e çuan në Laç. E nuk e di, mbajtën 2 apo 3 ditë se kam parasysh, po ditën e tretë di që më erdhën ke shtëpia se unë atëherë banoja në qytetin e Laçit. Më vinë ke shtëpia dhe më thonë që je i ftuar në një darkë që do bëjmë një fjalë për fëmijën. Ata kishin rreth 40 vetë në atë fest, por për ne ishte e pamundur që të merrim pjesë bashkë me ortakun që kisha. Pse? Nuk, dhe pjesa emocionale, me fjala kupton, nuk mund na lindte që ashtu, sepse ne nuk ishim heroj, po ta marrësh, nuk ishim heroj. Ne bënim detyrën tonë, fati atia, që mund të ishte dikush tjetër që mund të përfundonte në
në vdekje, dhe nuk e kishim dhe shumë të lejuar të merrshim pjesë me fjalë në për të tilla raste. Më brapa qoftë larg, por marrim një aspekt, fëmia mund të ngelesh invalid, fëmia mund të ashtu, dhe detyrimisht ne do të ishim të lidhur. Kështu që absolutisht nuk kemi shkuar, vetëm kur kemi patur turnin që kaluam prapë Shkodër atë ditë në darkë, sepse trenat janë me grafiqe, ata ishin në një tavolinë me fjalë të gjithë, po afër e Vrudhës, na përshëndetën, u çua në këmbë, biletet duhet trokitur, por ne nuk ishte me fjalë drejt më të madhe se ajo. Sepse ndjenim dhe më mbrapa me fjalë kupton, shumë i respektuar me ata njerëz, sepse ishin njerëz shumë të mirë, shumë të ashtu. Ishte fati që shpëtoi. I ke kontaktet? Po i kam kontaktet. Si është djali sot? Djali sot është mashallah është në Itali. Goxha djal, nuk pati asnjë lloj, ishte rast me fjalë, po që ishte një rast i parë i sinjalit që unë do përballesha me këtë lloj jete. Dhe ato pastaj vazhdojnë një mbas një, ato janë me qindra. Unë të thash nuk po ka pjesën e vdekjeve, me fjalë me pasojë vdekje, po dua të përmend për shembull këton disa rreziqe që ne përballesim, vërtet shkonin për të shpëtuar jetë, por rrezikonin me jetën tonë. Siç ke një rast me sfurkun, do ma tregosh ti? Po, ishte... Ku ishte vendi? Se kjo ishte prapë në pjesën veriore. Edhe kjo në pjesën? Edhe kjo pjesën veriore, me fjalë. Më njofton nimsi që një lop po priste rrugën e Vrudhës dhe kujdes, thot, me fjalë mundohet frenosh sa më shumë që ta shpëtojmë. Marrim masat aq sa ne kemi domosdoshme, por e shoh nga krahu im sepse lokomotiva është 17 metra e gjatë dhe mashinisti nuk kontrollon dot të gjithë pjesën. Mashinisti shef pjesën e vet, nimsi pjesën e vet. Dhe ne komunikojmë me njëri tjetrin për t'i treguar për të gjitha rreziqet që mund të na ndodhin. Sa peshonte lokomotiva juaj? Lokomotiva ka një peshë prej 17 tonë. Imagjinoj vetëm karburanti është 6.000 litra. Po t'i futesh ujin dhe këto shkon ke 120 tonë që vetëm lokomotiva. Po gjatësia është 17 metra. 17 metra nuk e shef dot pjesën që të vjen nga krahu tjetër, detyrimisht në përkthesa. Sa është lokomotiva çeke me gjithë gjërat e saj brenda? Lokomotiva vetëm? Po. 17 metra. Jo, ton, sa ton? 17 ton. Plus minus 3 ton që ka... Edhe shkon 20. 120 ton. 120 ton. Është 117 ton si lokomotivë dhe shkon 120 ton. Me ujë, me naftë, me vajra që mund të ashtu. Është peshë shumë e madhe, nuk duhet, por treni është se po dalin çik nga ajo, treni është fuqia më e madhe, lëvizjes nuk ka, është sepse sidomos në atë kohë një herë që absolutisht ishin trenat me 55 vagona, shkonte 1500 ton. Të komandosh 1500 ton, ke lëvizur me 55 vagona? Patjetër, me disa herë. Ato duhet të jesh në linja që janë me pedenca, i themi ne, me për mil ose me disnivele që ishin të drejta ose më ashtu, Tiranë-Durrës, jo Durrës-Tiranë se është kundër malore, Laç-Durrës. Me mallra, me... Shkonin 50-55 minerale... Minerale, dru, kishte gjithë shka mi që transportonte atyre. Por që të këthemi ke rastin fjalë... 55 vagon. Edhe kur ka tisheza, më duket në Laç, kështu është diçka? Po, ka në Laç. Ç'bëhet, si veprohet? Neve kemi përpara një grafik shpejtësie, për të cilin e zbatojmë me rigorositet. Nëse e shkelim ata, atëherë dënohemi. Aty që përcaktohet shpejtësia është 1 kilometrazh, spihun i themi ne, është i plumbosur që s'mund të kalojmë do si avioni që ka kutinë e zezë dhe lokomotiva ka të njëjtin. Neve jemi të shpëtuar me fjalë këto sepse fal atyre aparateve që janë të instaluar në lokomotivë, që kalojnë në kontroll në inspektoriat apo sot në OPG, oficetet e policisë gjyqësore, të mbrojnë me fjalë për shkeletre, ashtu ndryshe me fjalë përfundon për burgje. Sepse tash klasifikon. Shkojmë pak te sfurku tani. Shumë të ketë sfurku në momentin që unë i mora masat e mia për të frenuar. Jemi në vitin? Po jemi në bazë viteve ke 2000, ke 2000. 2000? Ke 2000 afërsisht. Shoh që më kalon lopa, por nuk më kalon dot gruaja që erdhi nga mbrapa. E parë si siluet me fjalë që përashtu dhe para kolpi lokomotivës e kapi. Lopës e kapi, ajo shpëtoi lopën për të rrezikuar veten. Dhe kur e kapi lokomotiva, atë e hodhi tutje se goditja është shumë e madhe, e hodhi në trase. Treni ndalon shumë metra më poshtë, unë shkoj me vrap
zbres dhe shkoj për ke gruaja, e shof një kufon, që as jepte as merte, komplet dylle verët me i fjallë kupton, dhe filloj ti nxjerr gjuhën, ti bëj televizjet me i fjallë kupton në krahëror, dikush me hedh një bidon me ujë nga lokomotiva nga sipër, nga vagonat, ja hedh atë në kokë, dhe fati i madh që gruaja u përmend, filloi që ngjyra e trupit të tjetërsohesh, të vinte pak a shumë parametra, pavarësisht se ngjyra e verdh që gjaku i kishte ikur, akoma s'kishte ikur, u kënaqa për momentin, sepse pash që reagojti, e pash që e dija që pasojat më mbrapa do ishin, po jo më me vdekje, por me keqja vite më mbrapa, sepse në këto momente drejt meje po shoh që poshtë vagonave pasagjerit ke vagoni i dytë, më afrohet një burr me një cfurk hekur në dorë dhe vjen drejt meje me vrap dhe më vërtet më ke shtypur çunin. E pash, në buçunin në këtë rast, po imagjinoj edhe pjesa ime e shkatëruar, sepse isha përpara asaj, dhe e shoh që ai ishte i papërgjegjshëm, ati kishte humbur gjithçka. Ai nuk kontrollonte absolutisht veten, vetëm se shikonte ndoshta me fjalë një fajtor dhe më drejtohet me cfurk. Si duket, ky ishte në krahun tjetër të Ekurudhës, duke vendosur një mullar bahari bashkë me fëmijën. Ai fëmia rreth 10 vjeç, e pa gruan me fjalë që e kapi treni dhe truri me fjalë u tjetërsua. Nuk kishte lidhje fare me një njerëz serioz, jo serioz, po njerëzor. Dhe mund të them 4-5 metra ku dhe pasagjerët që ishin, se ishin një tren që ishte plot me pasagjerë, duke më bërtitur me fjalë ruju, pas ku do ikja, nga do ikja me vrap, përpara një ashtu me fjalë, dhe nuk mund të bëje dot të diskutoje më tepër për t'i treguar sa ashtu. Dhe i them që lopa shpëtoi, them, gruan e ke mirë. Më ke shtypur çunin, çuni po ndiqte babën dhe sa po afrohesh me fjalë, i thot, o babi, jam këtu, babi. Ai kur e pa fëmijën, pa dhe i gruan që se gruaja sa po ishte përmendur, a kupton, kur e pata unë tokë. Unë tokë, nuk reagojti më. Absolutisht, ai ishte humbur. Por mu desh që me zita merje veten për vete, pavarësisht se ishte ndahesha nga vdekja me shumë pak. Shpëtoja një jetë, por rrezikoja jetën time. Këto ishin raste të përditshme që ne na ndodhin. Mora vesh, më mbrapa me fjalë këtu kur kthehem, gruaja kishte shpëtuar me ndërhyrjen e mjekësisë atë ktheja. Ishte diçka e kënaqshme për ne që arrinim të shpëtonim. Po kjo ishte puna jonë. Stefanaq, çdo mashinist, çdo shok i yti i ka has këto probleme? Për ditë? Nëse do t'ishte mundësia të merrshin mashinistët në intervista të tilla apo të tregojnë, do t'jenë faqe librash për të shkruar, saqë të gjithë mund të them se nga të tilla raste janë të goditur dhe kanë përfunduar me një jetë të shkurtër. Nimsi im që unë kisha 14 vjet, kisha një nimës 14 vjet, sepse ne ndronim. Ka shumë, 14 vjet, 14 vjet pa ndarë me të. Ai përpara aksidenteve me fjalë kishte një zemër të dobët, sinte bërtiste ulërinte me fjalë sepse ne jetonim si kushtymi familjarin ton. Patjetër. Dhe i ra trompoz, 52 vjeç vdiq. Djali i ri me fjalë i la fëmijët pa martuar, nuk diskutohet me një grua, 52 vjeç, gruaja ishte 44 vjeç, më duket se ishte atëherë shkëta. Por sa të tjerë me fjalë kupton që kam mësuar me traumë nga puna në Ekurudhë. Ti ke pësuar 2 infrakte vet apo? Po, patjetër. Shiko, duke qenë përpara këtyre rasteve dhe unë jam njerëzor, edhe pse... Kur e ke pësuar infraktin e parë? Faktin e parë e kam pësuar para 15 vjetësh, përpara se të filloja punë inspektoriat. Ishe ende në lokomotivë. Po të dytin? Të dytin e kam pësuar tash i afër, si kam bërë 2 vjet. Të shkuar shumë. Faleminderit, por falë Zotit me një fjalë kupton, e kam menduar që ta shtyj dhe për sa periudhë. Edhe logjikisht ja jep kësaj pune, apo jo? Këtij normale, shiko, unë jo vetëm unë, po shumë mashinista që e kanë mbyllur jetën në moshë të re, kemi qenë të përgatitur me fjalë për një jetë të tillë.
Se po më vjen gjumë tani që po kujtoj zhurmën e trenit. Shiko. Nuk e di se si mund të them, po përgjegjësia për të pranuar të bësh mashinist është e jashtëzakonshme. Sa vjet që bëre mashinist? Unë punova 31 vjet në lokomotivë. Sa vjet ishe kur 23 vjeç. I dhe në lokomotivës parë? Po sa tu desh nga 23 më përpara sa kohë tu desh që të bëhesh i aftë? Shiko, për të bërë mashinist në kohën tonë bëhet fjalë që i përkasim. Kohën tuaj se sot s'bëhet fjalë. Tani janë ashtu gjërat. Sot i japim atyre fillimisht për të bërë mashinist duhet të bëje një kurs 6 mujor teori për nimës. Mbasi e bëje atë dilje në prova mi fjalë që e merrshe apo jo dëshminë për nimës. Dhe pastaj do bëje i praktik pune rreth 3 vjet dhe më shumë, sepse më shumë ishte në kuptimin e asaj, mbas 3 vjetësh do të kalojë në kurs për mashinist, po si shej se fitoje do të testimin, sepse është me shkollë, nuk diskutohet në kuptimin e asaj që do të ishe i përgatitur. Dhe mua më dha rasti që për 3 vjet që bëra praktik pune, kalova në teori për mashinist 1 vit tjetër. Do me thënë një universitet, një fakultet... Patjetër, 4 vjet e gjysëm duhen me fjalë për të përgatitur mashinist. Dhe jo mashinist me fjalë të nivelit lartë. 3 vite fakulteti dhe 1 vit master. Po, pastaja do kaloj mashinist me fjalë për trenat brenda stacioneve, që quhesh Shimonovarka. Brenda punës brenda aty. Pra jo me shpejtësira, jo me trenat të mëdha, do me lëvizje vagonash. Në port, për shembull. Po, patjetër. Brenda aty. Aty do punoshe disa vite. Pastaja do kaloje në mashinistat e mallit, që kishe të bëjë me këto që po them, kishe përgjegjësi të mëdha, do të frenoje atëre me fjalë ku peshat ishin të mëdha, do të përgjigjeshe me të gjitha kushteve me fjalë që të krijohesh në atë, dhe mbasi kaloje në mashinistin e nivelit të tranzitit, duhet të testoheshe nëpërmjet kategorizimeve për mashinist. Që shkoje të njerëzit. Që të shkoje të tren pasagjerit, Pasagjerit. duhet të merreshe kategorisë. Dhe neve duhet të mbronim kategorinë e 67 për motorist, mekanik, gjenerik, elektricist, të gjitha sektoret që ashtu. Se duhet të ishe i përgatitur për të bërë defektet që janë në perigon, në rrugë, do t'i bësh vetë. Vetëm defektet që jam e vinë që kalonin në kapanonet e oficinave. Të tjera do t'i bënde mashinisti në atë. Pastaj e kaloj me fjalë udhton të mashinisti pasagjerit, ku zakonisht në kohën e verit ishin njerëz të përcjellur, ishin komunistët, se s'mund të ashtu dot. Duhet bëshe komunist, që t'ishe... Në 90% të rasteve do t'ishe shumë i përzgjedhur, por unë kalova shpejt, me thënë drejtën, ndoshta nuk e di nga që pata shumë pasion dhe i parafituar kategoritë, sepse askush nuk të toleronte për të dhënë një tren pasagjeri, se garancia në tren pasagjeri do t'ishe shumë e madhe. Nuk bëhet fjalë gjumi, që të diskutohet. Këtë zhurmën e trenit, si e zgjidhnit? Se atë jep gjumë kur... Sa më i vjetër tjetë treni më shumë gjumë tjetë? Atë neve nuk e klasifikonim fare. Vetëm se ne kishim zhurmën tjetër, për shembull. Unë kam punuar me linjat e Pokardesit, me trenet pasagjerit Pokardesit, kjo është një linë shumë e vështirë, dhe lokomotivat në malore nuk punonin vetën, po punonin 2 bashkë për të ngjitur, sepse shumë malore. Ato të gjatat, gjermanet? Jo, gjermanet në mbrapa ato se kishin fuqi, po çkt-t që janë sot përdorim, dhe gazi, mi fjalë kupton, është maksimale. Lokomotiva ka marshe nga 1 deri ke 8. Ajo linjë kërkon marshin e 8. Po marshi 8, nëse minimalja e motorit dizelit është 350 gjiro, aty shkon me 750 gjiro. Zhurma është e pa imagjinueshme. Dhe s'është pak. Zhurma e frenimit. Jo, zhurma e motorit, a zhurmi që ashtu, nuk të lejo të fresh. Po të nxjerr jashtë lokomotivën. Sa niste Librajdi? Absolutisht fare. Sa kaloi Elbasanin, për të mos ndekte nga Peshini, është malore. Dhe njëta gjë ndodhte kur vije, atëre mund mendosh se të vinte në gjumë sepse s'kishe nevojë më për t'i dhënë gaz, se treni ikte vet. Po më rëndësishme është frenimi. Në frenim do të merresh masa paraprake për të shkuar atje ku je planifikuar me letra. Se po të marrim linjën e Pokardesit, së shpejti mendohet dhe ajo që të viret në funksion. Ajo funksion në saj të tubikëve të vdekjes. Çfarë janë tubikët e vdekjes? Tubikët e vdekjes janë në hekurudhë ca stacione, mini stacione, që kanë ndërruese që duhet të ndalosh. Patjetër duhet ndalosh para tyre rreth 100 metra. Nëse nuk ndalon, ata të fusin me fjalë në një linjë qorre, që ti nuk futesh në linjë kryesore, por përfundon në ar. Gjithë. Absolutisht. Me pasagjer, me çfarë të jesh. Dhe është planifikuar. Ka ndodhur? Shumë herë.
Kush e ka fajin përgjithsisht? Kush e kishte fajin? Shiko. Ai që ndronte... Jo, nuk është faja atyre. Ata që ndrojnë linjën, ata janë non-stop. Atje? 24 orë të zvëndësushëm atje. Është post shumë I rëndësishëm. Absolutisht, ata nuk ta kthejnë trenin ndërruese në linjat kryesore. Po të çojnë në tubikun e vdekjes, ku ti me fjalë patjetër që je pothuajse i eliminuar, ka shumë dhe raste që shpëton, por do marrësh qafë dhe pasagerë dhe kjo është për të mos goditur trenin tjetër që vjen po në të njëjtën linjë. Sepse ndrojnë linjat edhe bëhet ka pas raste kur janë marrë mqafet e pasagerët? Jo. Shiko, pasagerët kanë një sistem më të fortë frenimi dhe kanë më pak vagona. Por raste pjesa e librazhdit, pjesa e presit ka qenë shumë e vështirë sepse ngrin valvat. Ty ka valvat trefishe, valvat frenimit. Nuk funksionon, do më thënë, mashinisti frenon dhe papuqet nuk e mbyllin komplet qarkun e frenimit të rrotave. Dhe treni ikën për inerci. Në shoku im me 150 orë ka kaluar aty. Nuk s'u kthye. Kishte ngrirë, Ishte ngrirë atë, nuk u hap ndërruesja, me fjalë si hapi personeli që aty dhe përfundoi doli në ar bashkë me vagona në Prenjas, nga Rajca deri në Prenjas përfundoi në ar. Kur është kthyer nga Pogradeci, Kthesh nga Pogradeci është shumë problem sepse ato të mos i futemi procesit frenimi sepse ajo është një shkollë më vete, ku neve me fjalë i jepim shumë rëndësi skemave të funksionimit të ajrit. Nuk duhet të kaloshe më shumë nga shpejtësia e lejuar sepse 30 vjet përpara dhe nuk mund të bëshe shumë frenime se të nxeheshin ferrotat. Dhe s'frenonin më. S'kishte rendiment. Mund të bëje gjithçka në lokomotiv, pra do ta kalibroje gjithçka me fjalë me peshën e trenit dhe shpejtësinë e saj për të arritur stacionin tjetër. Ku dhe atje ndaloi her pas here derisa të ftofeshin ato të merrë rrugën tjetër nëpërmjet kontrollit mekanikëve që linjat i kishin. Në 91 me fjalë që u prishin këto, neve shkonim drejt Fierit, ishte natë, ora 3 natës, dhe nuk e di se në çfarë kushtesh ishte nisur një tren tjetër, që s'kishte mbritën ashtu, kur linja ishte për ne, mundohemi të frenojmë në mënyrë të pa imagjinueshme, i bim sirenën, se e kuptuam që diçka po na vinte përballë. Ku ishit? Diku aty nga Libofsha e Fierit, Durrës Fier. Dhe për shumë pak minuta, që s'arrinim dot me i fjalë të merrim masa, përpara se të përplasemi, unë arrit të hidhem nga lokomotiva, sepse shpejtësia ul deri në 33 në orë, ku linja ishte me 40, dhe s'mund të kaloje dot shpejtësinë e ashtu. Deri në 33 në orë, me i fjalë, unë arrit të hidhem, se ne mashinistës edhe me 40 në orë kishte raste që zbrisim nga treni. Me ato tonat, unë arrit të hidhem, por nuk arriti të zbresin nimsi dhe kryetari i trenit që kisha unë. Trenat përplasen kokë në kokë. Po pse nuk zbritën dot ata? Po s'ishte kohë e shkurtër shumë. Qartë. Aq është dera e lokomotivës me fjalë të zbritur, shumë e vogël, një njeri merr. Po e di. Edhe këtu një masinë rresht, duke menduar që se do shpëtojmë, se nuk do të ashtu, dhe unë hidhem. Nimsi nuk arriti të hidhet, ngelin lokomotivë, po dhe kryetari ngelin lokomotivë, dhe imagjinohemi fjalë aty bëjmë përplasje shumë të mërshme. U përplasën 2 lokomotiva kokë në kokë. Lokomotiva Matan ishte e mbushur plot me karburant. Një 4-5 vagona karburant, nuk bëjë fjalë që u dordën. Mashinisti tjetër i asaj? Mashinisti tjetër u plagos, por në krahun tjetër kryetari i trenit që ishte në atë dhe duke menduar për të hedhur, për të shpëtuar ngelet poshtë qymyrit, poshtë vagoneve të qymyrit, po dhe kryetari i trenit në mundësinë e parë që duhet të shpëtonte për të hedhur, treni bëhet cop-cop, ati nuk i ngelën as skelete as i gjë, sepse 2 vagona që vishin pas nesh hypën mbi lokomotivë dhe morën me motor, me generator, gjithçka ngeli një pjacoll, një shesh, ku ngeli vetëm pak, ku për fat të madh aty ishte nimsi. Aty të futë që pulën, thua me i fjalë është e pamundur të shpëtoj. Po se di, Zoti është i madh dhe të shpëtosh në gjitha sipërfaqe dhe të shpëtoj njeriu, ai është sot ka pasoja invalidi, nuk diskutohet, por ka jetën, po viktimat ikën. Ikën kryetari andej, kryetari këtej, u plagosën me fjalë të plagosur me ande këtej, se nuk po pyeste kush për mallrat. Mallrat nuk bëhet fjalë fare që sa vagona ikën me karburant apo sa vagona me qymyr apo do gjithë birë. Janë gjëra ashtu. Por janë nga tragjeditë që më kanë ndodhur vetëm mua.
po ka ndodhur shumë, ka ndodhur në Bull, ka vdekur 2 mashinista për një herë, ka vdekur 2 në përballje me njëra tjetrën, sepse pesha e lokomotivës është që s'kishin fare kohë të lëvizme. Është e pamundur, nuk mund të arrish dot të hidhesh me fjalë, sepse janë momente. Është shumë e vështirë, nuk është se kanë distancë të largët apo koha vizuale për ta parë është e afërt, është kohë që të premton. Ka pasur shumë raste që kanë vdekur mashinistë. Edhe këtu në lekaj të Kavajës, e kupton, mashinisti të kohët e fundit me fjalë kupton, nuk arriti të hidhet dhe u bë copa-copa. Këto që ashtu, po që është ndërtuar e gruda, ka patur palesës raste. Pavarësisht sepse linja janë të sigurta, ndërlidhja ka qenë e sigurt, po prapë ndodhin. Do ma tregosh pak atë rastin e lopës me nënën që nuk dëgjonte? Po. Ka qenë vitin 98. Po. Ishte një grevurie, mi fjalë, një greve përgjithshme që ishte bërë në Shqipëri dhe trenat ishte ndërprerë për 1-2 muaj. Unë vija me një tren pasagjeri nga Vlora dhe diku, sa po kalon një kthes pa u futur në Libofsh. Prap Libofsha? Prap Libofsha. Ne kemi pëllëmbe histori. Ju, çdo pëllëm... Absolutisht është shkruar. Pra nuk është se është vetëm Libofsha, Durrësi, Laçi... Jo, absolutisht, është pëllëmbe histori. Janë të pa imagjinueshme ose të panumur të rastet, kur unë jo të tjerët që ashtu. Më fal, i ke parasysh buzë autostradave ose rrugëve kombëtare që janë nga një plakat ku kanë ndruar? Domethënë, po ti vëm këto plakatat në Ekurrë, ju jeni travers. Çdo 10 pëllëm do keni nga një shenjë. Janë travers dhe viktima. Sa ka travers ka viktima? Po, s'bët fjalë fare. Është e pa ashtu. Kjo gruaja me fjalë kupton e pash një plak që nuk paragonte, frenuava në ato që frenimin e kemi thash atë maksimalin, që s'kemi më fuqi dhe rrim edhe presim viktimën e radhës. Ta me shpresë se ndoshta shpëton, me shpresë bjeri buris, ishte e pamundur, pastaj detyrimisht është e përplasja me njeriu që neve na dhëmb, se dim që ikën një njeri, por vetëm e ndjejmë në atë, është e pamundur që të pritëm shohim i fjalë poshtë lokomotivës, pasi shënjete, paka shumë vetë soptuar, vinë polica, sepse trenat kanë patrull policie. Ka 2 policë të armatosur, që në të gjitha rastet e aksidenteve vinë dhe mbrojnë mashinistët ose brigadën e trenit. Ata nuk lënë me fjala u thonë që të afrohet kush në gabinë, sepse ndodhin gjëra që vinë njerëz bashkë se s'bën edhe ata marrin masat e veta, njoftë policit, marrin masat, shkojnë prokurorit të Fierit, mbyllet çështja sepse më pyesin siç është procedura që bëhet. Edhe më thonë me fjalë që këtë më thanë që ajo plaka me fjalë ishte shumë dhe nuk dëgjonte sado që kena sirenës, sepse ishte një pjesë që dhe mund të reagonte, ishte kohë që ne kishim reaguar, po s'reagonte ajo. Lopa shpëtoi. Jo, kjo ishte rasti gruas. Në rasti gruas. Po disa vite më mbrapa, po në të njëjtin vend. Po në të njëjtin kolosek që ishim aty, shoh prap një lop tek vendi ku ishte gruaja, pse them që ka travers dhe histori. Dhe lopa po mor masat e frenimit për ta shpëtuar, se nuk e kishim si në Maltëzi që ec, po ne e kishim edhe për një gomar, mundohemi ta shpëtonim se e dinim që ishte vlerë. I bim sirenës, frenojmë, ishte e pamundur, lopa si duke dhe ishte ngecur midis 2 shinave, ajo pjesa lidhse, ishte shkëputa dhe ishte ngelat dhe sita do të bënte që ishte goxha lop. Fati i madh e deshi që as 1 metër përpara se të shkonte lokomotiva tek ajo, lopa shpëtoi. Nuk e preku lopën fare. Zbriti nimsi, hoqi atë pjesën që kishte ngel ke shinat, edhe dolën ca gra aty duke na falendëruar, po i thamë, po ruajni se gjunaf, e kupton, gjitha e lop. Megjithatë, ikëm mbas 4 ditësh se kështu mbitet turni prap për të shkuar në Vlorë me trenin e pasagjerëve. Vjen në stacion, vjen një burr me një fëmijë për dorë dhe me diçka me fjalë si duket me një çantë që ore më thot, ti je filani? Po i them. Ta di për nder thot sepse më ke shpëtuar lopën. I thash, ti di për nder Zotit edhe trenit, sepse ne kaq e kemi mundësinë. Ne të gjithë bëjmë veprim. Unë para 10 vjetësh me fjalë, po aty
Ja kupton, këto masa mora edhe për një plak që u shtyp, këto masa mora edhe për lopën. Lopa pati fat, ajo s'pati fat. Pse ti ke qenë, më tha mua, ti ke shtypur atë grua, po. Ajo ka qenë tezja ime, tha. Tu ke lënë jetë, thash. Nuk dëgjonte, tha. Nuk dëgjonte. Nuk dëgjonte, tha. Ajo tha me fjalë, vinte për këne, ke mama ime, tha, dhe e kam varrosur unë, tha, sepse ajo kishte vetë vetat me fjalë. Dhe jam unë, tha, pjesë e asaj familje, tha, që ashtu. Po, pra thash, kjo është gjendja jonë. Ky është paralizmi jonë që bëshim mes njerëzve dhe atyre, po pa fuqi është e pa imagjinueshme. Treni është shumë i fuqishëm. Ai më përshëndeti dhe normalisht e mbajta mik deri vonë, derisa lëvizja, ai më takonte pas here ku bëhej linjë Vlorës, më shumë miq. Sepse këto të bëjnë edhe miq, ndoshta armiq s'mund të them, sepse me të tjerë, sepse fillimisht bëhesh armik. Po më mbrapa kur e kuptojnë që është e pamundur, gjërat qetësohen. Do më tregosh dhe 2 raste të tjera, sepse janë shumë interesante, unë i di dhe nga një bisedë që kemi bërë bashkë përpara. Qa është rasti i makinës që kishte ndaluar në shinat e trenit? është rasti që janë daj dhe nip? Po. Apo është një rast tjetër me çiftin që... Janë 2 raste të ndryshme. Po, mi trego të dyja, të lutem. Unë kam pas një ditë një tren që nisesh nga Tirana për Durrës. Së pari, ti ke pasur trenin më të mirë të Republikës, lokomotivën më të mirë të Republikës? Lokomotivën më të mirë të Republikës. Po pse ti e kishe më të mirë në Republikës? Më ndihmoi fati. Ja ta futemi te kjo. Po. Ajo ka ardhur në Shqipëri në vitin 1983, atëherë ku unë sapo dola Nimës. Po prap çeke? Po çeke. Dhe erdhi në Laç. Kur unë ikin në Laç, nga Laçi për Durrës, që transferohem, po dhe lokomotiva transferuan në Durrës. Dhe për 26 vjetë rresht, unë si jam dasa lokomotive që ishte ngrasët më të pa imagjinueshme, çdo drejtori që vinte, mua ma linte lokomotivin që kisha. Edhe Nimsin e mori i Zoti, sepse edhe Nimsi më kishin garantuar që të punoja me të. Pra 26 vjetë punoshin lokomotiv, sa do të ashtu isha. Dhe lokomotiva, 1947, 1947, numri i saj. Është gjallë sot, e ke parë diku? Është gjallë, po punon sot me fjalë Durrës Elbasan. Është gjallë sepse do të marrë një ditë me vete. Dhe ajo sikur ishte mësuar me mua dhe defektet unë arrija me fjalë që më së mbyllur t'ia gjeja. Isha mësuar në pa imagjinueshme që diçka nuk shkonte me atë ku vendoni, me atë jo. Duke qenë 26 vjet në lokomotivë, unë isha i fejuar, atë bile s'isha fejuar akoma, linda fëmijë, i rrita, e shkon 26 vjeç, kur unë e lash atë lokomotivë. Sa ishte rroga juaj? Fillimisht është 6.300 lek. Po? Pastaj ja shkon ke 7.000 lekë, ke nga treni në tren, pastaj shkon te 8.000 lekë. Sa është pensioni juaj sot? Shiko, pensionet sot të mashinistët janë ke 300.000 lekë. Mirë. Në krahasim me të merrin që kanë të tjerët, po shumë keq në krahasim me volumin dhe me shëndetin që keni. Ke 300 pak, sepse ka vështirësi nifën me fjalë nga ajo. Janë hequr ca gjëra, po janë ruajtur. Por që të vim ke aksidenti tjetër i radhës, isha me një tren pasagjeri që vija nga Tirana për në Durrës, sepse më binde shpesh me fjalë me tren studentëve, me tren e pasagjerëve Durrës-Tiranë, se në Durrës me banim dhe detyrimisht kisha trenet më të grafikut që i bëshim shpesh. Në Kashar, ma pret rrugën një makinë, ajo vinte me fjalë nga autostrada për të futur, ishte viti 98 dhe atëherë se kur ishte kjo 97-98, njerëzit ishin dhe pak më të shkujdesur. Ishin zot të tokës. Vazhdojnë të lëndë sot? Normale, atër ishte më shumë. Dhe përplasim i balë për balë me atë. Dhe më thënë, ajo futet, e merë para kolpi lokomotivës, rreth 100 metra, specialisht me 60 në orë e trenit. 100 metra ne me ankth të madh, me fjalë të rish, me zemër në dorë, se çfarë kishte për balë, se ne nuk shohim dot çfarë ka brenda, ka fëmijë, ka grua, ka gra, çka ka. Dhe kur shkoj, Nimsi zbret në një krah, unë në krahun tjetër se kështu e kishim si ashtu me fjalë, çfarë mund të shpëtonim, çfarë mund të bënim. Dhe shoh 2 veta, një burr me një fëmijë nga 6-7 vjeç, mund të ishte kështu. I hap derën, Nimsi doli në krah matan tek ai fëmija, unë dola nga ky burri këtu, i hap derën e shoh që s'paragonte. U mundova të shkund, u mundova të tërheq, të zbres mi fjalë në tokë. Fati i madh, ai kishte vetëm shëmbje, nuk kishte goditje. Por sipër në domethënë tek kalimi i Rinasit lart ishte një ndërhyrje shpejt
Dhe sa dëgjuan një fjalë për plasje, janë vinë me një herë, se aty erën dhe banorë të zonës, në mytje zakonshme, u rrethua vendi, edhe pse erdhën policat e asaj u rrethua vendi, dhe i marrin të dy, i çojnë në spitalin, nuk e di ushtarë, nuk e di se ku i çojnë me fjalë, por e di që ata të dy dolën të gjallë. Por disa vite më vonë, duke pi një kafe, mi fjalla kupton, me një shokun tim në Durrës, dhe i tregoj mes historive, se në çdo kafe në këto mohabete bëjmë. Patjetër. Jam pjesë e punës, pjesë e jetës, edhe më thot, po ky ka qenë çuni tezës time, thot. Çfarë thotë ti po? Ka qenë policë, dhe ka ikur, thot, mi fjalla kupton, fiks mbasi ai ka bërë këtë aksident. Ma bia atë mi fjalla, mbasi viti, vjen në Durrës, ma tregoj dhe më thot, unë kam ikur vërtet, thot, por nuk ka pat mundësi të dëgjoja se kush ishe, për të falenderuar, thot, sepse ti je nëna ime e dytë. Më ke shpëtuar jetën sepse mos reagoje në momentin e parë, aq ishte për minuti, sepse ai e kuptonte se ishte politik, ishte tjetër nivel që ta kuptonte se ç'është aksidenti që ashtu. Dhe jemi shumë miq me ata. Mi jashtëzakonisht miq. Dhe e la profesionin, iku në Itali, nuk u kthye më, shkon e vjen nga Italia, mi fjala kupton, dhe s'vjen më në Shqipëri. Po çifti? Ishte një rast tjetër, unë nuk du ta përcaktoj vendin. Jo, s'ka problem. Ishte një rast tjetër ku përsëri një makinë në një zonë të banuar me shpejtësi futet në momentin që treni kishte rrugën e vet. Tipike. Futen kështu në mënyrë të jashtëzakonshme, vin direkt si viktim, vin pa ashtu se kanë mendjen, me kasetofon ndoshta apo nuk e di s'mund të them, por rastin ngec makina befas? Jo, nuk ngec. Nuk ngec. E kap në momentin që makina kalon dhe treni kalon. E kalon. Nuk është se ndalojnë. Shumë rrallë mund të ndodhi që ndalojnë. Por në rastin në fjalë u fut me një herë, e kap prap treni me dy parakolp për t'i merë, se kur është Benz, e merë zvarë dhe nuk i bën vetëm e trodit. Nësa ku ka makina tjera me që janë tip kartoni, ato i masakron treni sapi. E merë treni me fjallë atë, po dhe këto një 80 metra, të zbresim të dy me fjallë kupton me Nimsin, në mënyrë me fjallë, dhe unë shkoj nga krau im që isha unë, ishte më ra për pjesë burri. Ishte një burrë dhe një grua. Nga krau tjetër, i ra për pjesë Nimsit, ishte i grua, ishte çift. Dhe nuk shikoja që ndodhte më tam, pasi dhe aty ke krau i këtij Nimsit ndjes pas që tani ka vdekur, u afruan edhe policët. Për të trenit, që të ndodheshin aty, edhe kryetari i trenit, për të jetë vendimin e parë. Ndërsa unë u mora me burrin, ishte një burr i bëjshëm, nuk kishte asnjë shenjë jete, absolutisht nuk ekzistonte në këtë tokë. E marrë zbres nga makina, sepse më del hape dera, Fatima, thu hap dera. Filloj frymëmarrjen oficiale, filloj me fjala kupton, ti nxjerr gjuhën, po ishte pamundur. Kam shky gishtat, gjak i kam bërë derisa kam hap gojën, sepse gjuha ishte futur shumë poshtë. Kur e kam nxjerr me fjalë gjuhën, dhe filloj që ai trupi i madh, sepse janë punë minutash, ja pu sekondash ku truri i njeriu me fjala kupton, çfarë nuk imagjinon. Se imagjinon për shembull që ke një viktim që ajo ka fëmijë, na kupton, po dikush ka prindër, dikush do ta përjetosh, është ashtu, po këto i harron. Vetëm ndodhesh për të shpëtuar me asa mundesh një jetë. Nxjerr gjuhën, arriti me fjalë që të kthehet në jetë, i zverdhur pa pik gjaku në trup, shkund kokën dhe më thot, ku jam këtu? Ku ndodhem? Çka ka ndodhur? Asë gjitha, që për plas me trenin, po je shumë mirë. Kundet edhe pak, po gruan ku e kam? I them gruja është mirë, e ka qenë në spital, se nuk shikoja që po ndodhte me ta, sepse erdhën, a kupton, a e morna, unë isha në luftë me jetën me këtë, se kaq mund të bësh, kaq është e pamundur. I them gruja është mirë, është spital, po se si ishte gjendja e saj nuk e parasysh, sepse ata që e përcollën, se di se çka ka ndodhur. E ktheva në jetë, u ngrit me këmbët e veta, e morën, por 90% ai shpëtoi. Bes mora vesh se çfarë ndodhi më mbrapa me një fjalë për të parë sepse kjo ishte puna jonë, se të nesme na ndodhte tjetra. Për të mos thënë edhe 2 në ditë. 2 në ditë? 2 në ditë. Aksidente me makinë, vetëm një tren nga Durrësi për Elbasan, këto kohë të fundit bëri 4 aksidente. Po ishim me makina, kështu ishte zonë verore, zonë turistësh, nga Golemi, ku pjesa e Golemi me futën turistët pa e sap, i kapi për plas, s'bët fjalë, po mundohen me shpejtësi ashtu, po dhe 4 aksidenta mund të bëjë mashinist, nga Durrësi por edhe kthim. Të uroj shumë shëndet dhe faleminderit për bisedën. Faleminderit dhe ju.
Natën e mirë me tren elektrik, gjithë mirët. E mbyllim esencën e sotme me një datë të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, me një ditar nga e kaluara dhe me një ngjarje të veçantë që na bën neve më të rëndësishëm në raport me fqinjët apo edhe me veten tonë. Ditar nga e kaluara dhe ju lë natën e mirë, si gjithmonë putheni burrin ose gruan edhe ato veprimet e tjera pas puthjeve. Natën e mirë. Më 19 dhjetor 1918 u mbajt Kongresi i Tiranës. Ky kongres u zhvillua në vazhdën e veprimeve për organizimin e një kongresi mbarkombëtar për të arritur konsolidimin e shtetit të ri shqiptar. Të gjitha zhvillimet çuan në organizimin e Kongresit të Lushnjës më 28 dhe 31 janar 1920. Në organizimin e Kongresit të Tiranës, një rol të rëndësishëm luajti ish nën prefekti Rauf Fico. Në mbledhjen e mbajtur në zyrën e Rauf Ficos, më 7 dhjetor 1918, ku merrnin pjesë Sotir Peçi, Abdyl Ypi, Ismail Ndroqi, Muhtezim Këlliçi, Sinan Hoxha, Müslüm Beshiri dhe Rauf Fico, u vendos që të thirreshin qarqet Elbasan, Peqin, Kavaj, Durrës, Mat, Dibër për të biseduar për bashkimin e këtyre vizeve.